hajde, luftën e kina pas para një 18 vitëm, 19 vitëm. E ty të ka vdek nona apo baba në Tetova, apo në Shkup, apo në Malzi, apo në Koks, apo në Shqipni, apo dikon tjetër. Më falë, sa herë kalon aty pari? Sa herë je nol për me vizitu vorrin e nonës edhe të babës? Sa herë je nolën për me vizitu vorrin edhe nonës edhe të babës? Më falë, ndoshta e ki në një fshat tjetër. Të ka vdek të dojt, e ke vërrës të dojt. Sa herë ke shku të dojt? Shumë herë. Sa herë ke vizitu vorrin e nonës? Hiq as një herë. Sa herë ke arti për gurbetit edhe ke shku e ke vizitu vorrin e nonës e të babës? As një herë. Më falë, ku është dashnia? Dashnia për prindin është edhe mas vdekjes, sepse aja është një zinxhir që nuk shputet derisa ta takojmë të madhin Allah xhaleshanuhu nesër kur të dalim para madhërisë së tina. Për këtë të dashurit e me, vëllezër dhe ju motra, Zejnul Abidin thot, na nuk jemi duke parë njeri që e respekton nonën ma shumë se sa ti, i thujnë. Por pse nuk po han me një pjatë me ta? Ti e ma i kujdesshëm ndaj tyre, ma i dashurin ndaj tyre. Pse nuk po han me një pjatë me ta? E keni pasët? Djem vajzat, nuk hajnë me nonën edhe me babën. Për shka? Se këti pjodri dhe t'luka, ha? Bile shpesh ja qojnë ushimin në atë dhomën tjetër, apo në pëdromën e për mos me minimizuën fort. Pse? Kur të vjen një musafir, ka hongër baba, nona ka hongër. Pasha zotin e nuk s'ka hongër aj. Jo dashurit e mirë. Aja është baba, aja është non. Let vjen president, let vjen kryeminist. Pse ata e kanë ma mira? Po çfarë ti më burr? Aja është president yt. Aja është ministresha jote. Aja është princesha jote, sa aja është nona, aja është baba. Ka thonë ti pedon shumë, po pse nuk po hanë me një ushqim me një pjatë me ta? Thë vallaj, unë pas ki vrejt. E khafu an tasbiqi yedi ila ma sabaqat ilayhi aynuha. Thot ja kam frikën Zotit xhaleshanuhu, se pos gjatët dora ime me marrën një kafshat, që syri nonës ka paraprin për me marrë që ata ma herët. Fa akunu qad aqaqtuha. E tash unë jam nga gjunaqarët më të mëdhej nëse veproj kështu. Ja Rab, përpara edhe këtu e kemi pas këtë tradit. Pa thonë baba nona bismillah, se ka zgjat dorën djali apo vajza.